E kanë zonë që e kanë parë asyt një herë më kanë ndodhur një temë. Në spafsha mu. Ky është zëri i një qytetari që si shumë të tjerë beson thellë në ekzistencën e sehireve dhe fuqisë së tyre për të shkaktuar të keqen. Sipas tij, nga inati shumë njerëz janë në gjendje të bëjnë keq përmes magjisë. Jo vën gjakon, këtë Kosovën ka si sana. Gjithë ka. Po që bojnë për inatit, sa do të mirë ndikush, ndër me po të keq. Si në ka probleme me sehirja, po janë shumë probleme. Ki pas në rast në familje, në regionin kusht? Jo, jo. Sot është fjalla që kom pa, kom një, e më konë prezent, kur kanë ndodhë, pjatë në sanëve. Shka ki pa në prezent? E më konë prezent. A, prezent? Kur kanë ndodhë, dhe më thonë që ka pas sehire, kanë botë këshia, dhe bone, që thonë. Qa ki pa në ato momente? Të njëri jashtë kontrolës. Ta shkretë në varat që Ti e ki pa personin që e kanë zonë, apo personin që e ka bosin? Ja, që e kanë zonë që hirja. E kanë zonë që e kanë parë asyt një herë më kanë ndodhur një temë. Në spafsha mu. Ky qytetar nga Gjakova nuk është i vetmi që beson në ekzistencën e magjisë së zezë. Një tjetër qytetar na tha se ka pasur motrën të sëmur nga sehiret. Po, besoj. A ki pas në rast në familje që i kanë ndodhur në najfujt? Po, motrën. Qa ka pas, motra? Pa i bike mune që si sana. A e keni pas në për kontrola, apo qysh është trajtu motra, mas nejë? Po, e kem pa të dëshilera, se ta është ma mirë. është ma mirë, dhe më thonë sigurt ju jeni të bindun që ajo i ka ndodhur prej sehireve? Po, i sigurt. Kush ju ka thonë kështu? Pa i na kanë thonë dëshilera, tash ason nuk i njëm. Një besimtar thot se këta personat që bëjnë keq nuk kanë vend tek Zoti. Pasha Zoti s'di shka me thonë për to ato, s'kanë vend të Zoti ato. Ato se bëjnë sehirë nuk kanë vend të Allahi. E dikush e di edhe në cilat qytete të Kosovës bëjnë më shumë magji të zezë. Zërin historika, Gjakova. Pse po kështu? Edhe peja pak më urta. Pse qashtu kanë pozjallare, kanë... A ki ndëgju ti në i rast? Ka plot raste. Në rrugët e qyteteve të Kosovës dëgjon histori që përshkruajnë të folura, magji dhe sy të keq që sipas besimeve popullore mund të ndikojnë një martesë, të sëmurin një fëmijë apo të rënojnë një familje. Sepse këto besime janë më të fuqishme se shkenca dhe prindërit i drejtojnë një shëruese në vend të një psikologu, edhe kur fëmia i tyre ka vonesa në zhvillim. Psikologja Blerta Bidyqi për Kiksin ka thënë se qytetarët nuk mund të përballojnë stresin, pasigurit dhe ankthin, prandaj e shohin si mekanizëm mbrojtës të besojnë në besytni. Besytni të realisht janë besime të cilat nuk kanë bazë shkencore, por që janë të reshëgohen brez pas brez si një lloj nevoje për siguri në situata të pasigurta. Për shembull, zakonisht kur gjendemi në situata të pasigurta si në fatkeqësi, në smundje, në vonesa zhvillimore të fëmijët e tjerë, në mungesë të informacionit kanë tendenca individët të kërkojnë ndihmë në vende të gabuara. Por sipas saj, kjo është shumë e gabuar dhe e rrezikshme, pasi njerëzit humbin kohë duke kërkuar ndihmën në vende të gabuara. Unë zakonisht në këtë klinikën time ku në punoj, has shumë shpesh tek prindër të cilët kanë humbur kohë fillimisht, energji, po dhe janë dëmtuar financiarisht duke kërkuar ndihmë në adresa të gabuara, siç janë këto raste që ju po i përmendi. Sipas profesionistës, besytnit nuk janë më thjesht besime kulturore, por mund të shndrohen në vështirësi psikologjike serioze, që janë të lidhura me ankthin dhe shpesh me çrregullime si çrregullimi obsesiv-kompulsiv. Përveç se njerëzit nuk kërkojnë ndihmë tek profesionistët dhe të harxojnë kohë, realisht personat të cilët janë thelluar aq shumë në besime të tilla, të cilët ju kanë ndiku shumë në cilësinë e jetës, për shembull nuk e bëj këtë se më ndodh ajo, se nuk dal prej kësaj pjese, nuk dal prej shtëpisë për këtë arsye. Këto ne i shohim edhe si vështirësi ose çrregullime psikologjike, sepse lidhen me ankthin edhe me çrregullimin obsesivo-kompulsiv.
Ajo pohon se këto janë raste që kërkojnë trajtim specifik nga profesionistët të shëndetit mendor, si psikolog, klinik ose psikiatër. Thellimi, besimi i tepër që ndikon cilësinë e jetës, realisht duhet të trajtohet dhe kërkon trajtim pak më specifik.